Përshëndetje miq të Olti Curi TV. Faleminderit shumë që vini në kanalin tim në YouTube. Faleminderit shumë që regjistrohen atje. Kapela Imagjinare ulet në shenjë mirënjohje. E njihni këtë vajzën këtu? Po, është Dolce. Quhet Dolce. Se si është Dolce, ëmbël apo jo nuk e dim. Është bërë shumë virale, më virale se sa Ariu i Albës. Për këtë momentin televiziv këtu. Po mos harrojmë se në Big Brother VIP gjithmonë është diskutuar një karikues Ajkosi, sikur të ishte karikues telefoni, ka telefon brenda shtëpisë, është thënë për Big Brother VIP Albania në kohën e Olta Gixharit ku ishte konkurrente. Më pas u harrua një makinë llogaritse. Të gjithë e pa makinë llogaritse u fotografua nga banorët në dorë banorëve të Big Brother VIP Albanias, u shpërndan rrjetet sociale dhe gjithë filluan të thonë, një telefon është aty brenda, produksioni bën me hile. Po e vërteta e këtij momenti të Dolces aty në raft e fshehur cili është? Ndjekim siglën. Pikërisht vajza quhet Dolce. Ëmbëlsira. I duaj një ëmbëlsirë listës së gjatë të personazheve të njohur ose jo në Big Brother VIP Kosova 4. Dhe njëra prej tyre është vajza që vjen si një krijuese kontenti apo blogere në rrjetet sociale dhe quhet Dolce. Është nga ato shumë të rinj të cilët kanë përqafuar platformat e rrjeteve sociale dhe bëjnë aty jo vetëm art, jo vetëm komunikim masiv, por dhe fitojnë para. Një prej tyre është Dolce, e cila vjen nga Shqipëria. Ajo është rritur e lindur në Rom, por flet shumë mirë gjuhën shqipe dhe nuk i ka shkulur asnjëherë rrënjët e saj nga Shqipëria. Dolce është 30 vjeçe dhe në intervistën e saj ka thënë se nuk ka vit të kuqe. Është gati të shkojë pa limit, aq më shumë në një reality show ku e tillë duhet të jesh siç është Big Brother VIP Kosova. Por kohët e fundit, ajo është diskutuar dhe për një lidhje, por nuk kemi fakte të sakta përveç si një afrimi të vogël fare me Edi Kuqin, por nga ana tjetër ne duhet të shohim pikërisht atë që e bëri virale vajzën. Kanë qenë dy momente viraliteti deri tani pak ditë ka që ka nisur Big Brother Kosova. Njëra është thirrja histerike e Albës dua Arushin dhe gjithu bën kureshte e kureshtar për të parë Arushin e Albës. Çfarë Arushi bëhet fjalë me cilën ajo thonte se kam emocione, kam lidhje emocionale andaj këtej bëhet fjalë për një Arush blu që as Arush nuk ishte, po ishte një kukull prej Lecke. Momenti tjetër viral ishte ky. Në moment që Dolce ishte në kuzhinë, afër me Eduard Kuqin, një konkurrent me cilin ka krijuar shumë afrimitet dhe shumë komunikim, her pas here janë bashkë gati të përqafuar, në një moment patën një afrim të buzëve këtu të mjekra, se e pas shumë mirë, nuk ishte buzë në buzë, por çfarë ndodhi? Në moment që largohet Eduardi nga kuzhina, është Dolce e cila ulet dhe në një hapësirë mes rafteve fut kokën aty duke bërë një veprim të paqartë. Ka çudesh që video të dali në rrjetet sociale. Ka çudesh që gjithë ata të cilët e monitorojnë Big Brother VIP Kosova e regjistrojnë non-stop, ta presin këtë video dhe ta hedhin në rrjetet sociale. Ajo që u dyshua ishte një gjë që, me thënë të drejtë, në një reality show, ku ke kamera 24 orë në 24, ke kontroll, ke banor të cilët janë gati të spionojnë edhe në qoftë se kamera nuk do të kishte, sepse aty lufta mes njëri tjetrit është shumë e fortë. Por çfarë dyshuan në rrjetet sociale? Dyshuan se mos aty konsumoheshin lëndë të ndaluara, lëndë narkotike. Të gjithë menduan se ulja e kokës në një vend të tillë ishte pikërisht ky veprim. Disa me humor, disa jo. Unë momentalisht e kam një video në Instagram ku kam hedhur me nota humori, dyshime edhe gjithçka tjetër dhe rrjeti ka plasur duke thënë se po ndodh kjo, po ndodh ajo. Por të mos harrojmë edhe provokimet. Ne jemi njerëz të social media edhe kemi të drejtën e botës të provokojmë. Por nga ana tjetër, janë ata që na ndjekin, që na kontrollojnë dhe duhet ta dinë se bëhet fjalë për një spektakël që gjëra të tilla nuk mund të ndodhin. Nuk mund të ndodhin një për etik profesionale, për etik njerëzore, nga ana tjetër të ikën licenca, gjoba është e jashtëzakonshme, ka pastaj në institucione të tjera, ndërhyn policia, prokuroria e gjithçka tjetër. Pra gjëja është shumë e madhe për të ndodhur që një konkurrent apo konkurrente
të marrë para kamerave në një moment vëmendje televizive lënë narkotike. Por çfarë ndodh në të vërtetë? Mos ndoshta Dolce, megjithëse është vajzë moderne, është një vajzë e cila ka jetuar në Rom, drejton rrjetet sociale, punon në social media, ka dashur të pi cigare, thjesht cigare, Aikos, dhe është futur aty për të mos dalë jashtë, se është shumë ftohtë, e keni menduar këtë? Pikërisht, për një gjë të tillë, duhet të ngrem dyshimet tona dhe ta shikojmë edhe këtë version. Po. Ato informacione që më erdhën nga Bigu i Kosovës janë të tilla. Më shkruajtën njerëz të cilët janë pranë produksionit dhe thanë, Olti, në të vërtetë, vajza ka konsumuar duhan. Ka pirë Aikos, ka shfrytzuar rastin që ka qenë në publicitet spektakli, apo nuk ka qenë vëmendja maksimale e kamerave pikërisht në shtëpi, dhe në moment që ka qenë të kuzhina, pra banaku të kuzhinës, në moment që ishte Edi aty, një konkurrent tjetër, Dolce ka parë majtas dhe djathtas, në fakt skena edhe kontrolli që ai ka bërë kamerave ka qenë pak i dyshim, por në fund fare, ajo bëri diçka që ndoshta është e ndaluar, nuk është e lejuar. Kështu që kontrolli që ai bën kamerave është sepse në të vërtetë ajo donte të konsumonte cigare Aikos. Ka qenë një moment tensioni, mund të jetë duhan pirse, ka qenë një moment të tillë që ka thënë o tani o kurrë, duhet patjetër të konsumoj. Prandaj, ju pas kësaj video që do shikoni tek unë, do ktheheni edhe një herë për ta parë videon mirë dhe do të bëni më pas komentet tuaja për të parë që ai moment çfarë kishte të vërtetë. Okej? Pjesa më e madhe e atyre të cilët duan të zbulojnë gjëra të fshehura në reality show që i kap publiku dhe nuk i kap dot produksioni apo të tjerët, apo dhe banorët aty brenda, u lëritën më të madhe se aty është konsumuar një gjë e ndaluar. Por informacion tjetër që na erdhi, sigurisht jo në rrugë zyrtare, ishte që Dolce ka konsumuar një cigare Aikos. Të mos harrojmë se në kohën kur Olta Gixhari ka qenë konkurrente Big Brother, ishte një karikues i Aikosit në një rulot ku ajo qëndroi disa ditë, foto doli në internet dhe gjithë thonin që aty ka telefon dhe ishte karikuese telefonin, ndërkohë ai ishte një karikuese e mirëfillt Aikosi. Të mos harrojmë edhe një herë tjetër. Kur u bë buxheti i Big Brother VIP Albanias, ndoshta edicioni kur ishte i shkuari apo i parashkuari, u harrua një makinë llogaritse aty brenda. Pra quan listën banorët e dhomarrëfimeve, nuk quan makinën llogaritse. Makina llogaritse kalonte dorë më dorë nga banorët. Një foto e bërë pra pikërisht në ky moment u shpërndar nga rrjetet sociale dhe të gjithë filluan të thonë që kemi të bëjmë me një telefon brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, ka telefon. Produksioni bën me hile. Kështu që ka gjithmonë teori konspirative sa herë që bëhet fjalë për spektakle të niveleve dhe për masave të tilla.